Një sipërfaqe e konsiderueshme toke është ende në ujë në Novosel, pas daljes së vjorsës nga shtrati më 20 nëntor, gjurmët janë ende pas. E ndërsa prej 7 ditësh situata ishte kritike, duke variuar nga niveli 7 deri në 8.3 metër. Tashmë, çdo gjë po shkon drejt normalizimit, gjithsesi dëmet dhe problematikat janë aty dhe mjaft evidente. Një sipërfaqe toke pranë shtratit në Mifol është në ujë, ashtu sikundër nuk është ende në funksion një pjesë e tregut që kryhet çdo të njëjte, sipas vëzhgimit më të fundit të realizuar nga televizioni 6+1 Vlora. Fatmirësisht është tërhequr uji nga shtëpitë e banimit, të cilat tashmë janë në situatë normale, megjithse po përllogarisin dëmet. Lumi i vjosë është tërhequr në shtratin e vet, por ka lënë pas pasojat. Disa toka janë ende të përmbytura dhe në ujë, ndërsa teritoret të tjera vazhdojnë të mos jenë funksionale. Gjendem aktualisht te kura e Mifolit mbi tregun, që zhvillohet çdo të njëjte, ku një pjesë e konsiderueshme e tregut aktualisht mund themi është jashtë funksionit për shkak, sikundër ndiqni, edhe të baltës që është krijuar nga dalja e vjosës. Pritet që ndoshta në ditët në vijim të kemi një përmirësim të situatës, ndërsa nga ana e autoriteteve po bëhet përllogaritja e dëmeve që mund të jenë shkaktuar nga dalja e lumit vjos. Çka vlen të theksohet është se një pjesë e banesave, të cilat ishin të përfshira nga uji, aktualisht janë në gjendje normale dhe uji është tërhequr edhe prej tyre, megjithse ka shkaktuar disa dëme. Lumi i vjos është tashmë brenda shtratit të tij. E megjithatë, sikundër ndiqni edhe nga pamjet, prurjet janë të mëdha dhe të vrullshme për shkak edhe të rreshjeve të shiut, të cilat kanë rënë në pjesën jugore dhe në zonën e Greqisë. Gjithsesi, lumi nuk përbën rrezik, ndërsa gjurmët dhe problematikat tashmë janë lënë pas. Në zonën e njësisë administrative të Novoselës ka ende toka të cilat janë në ujë apo të mbjella që mund të jenë dëmtuar, sikundër institucionet po monitorojnë tashmë situatën për të realizuar edhe projekte me qëllim që argjinaturat të jenë në funksion sa më të plot, ashtu sikundër po përllogaritem edhe dëmet e shkaktuara në banesa, blegtori apo edhe bujqësi.